Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Vijon aksioni politik i Partisë Demokratike të Kosovës, deputetët u mblodhën sërish para godinës së qeverisë duke bllokuar hyrjen në shenjë proteste ndaj mosvazhdimit të seancës konstitutive të Kuvendit. PDK-ja paralajmëroi se dërgoi sërish letër kryesuesit të seancës konstitutive Avni Dehari që të thrasë vazhdimin e saj. Deputetja e PDK-s Eliza Hoxha tha se qëllimi i aksionit është i kërkohet kryeministrin detyrë Albin Kurti që të kthehet në kuvend dhe të kontribuojë në konstituimin e tij. Jam këtu bashkë me krejt kolegët e mi nga Partia Demokratike e Kosovës për të bërë një pyetje të vetme për deputetin Kurti i cili ka uzurpuar pozitën e kryeministrit bashkë me ministrat e tij. Që nga dita kur e kanë dhënë betimin si deputet, jo për që nga certifikimi i rezultateve, ata qëndrojnë ilegalisht në pozicionet të cilat i ushtrojnë edhe sot, për çka dhe ne jemi mbledhur sot këtu, për të mos e lejuar hyrjen e tij në zyrat e kryeministrisë. Sipas saj asnjë subjekt politik nuk mund të jetë mbi shtetin dhe mbi kushtetutën e Kosovës. Për më tepër, ai sot qëndron si uzurpator në zyrat e kryeministrit bashkë me të gjithë ministrat e tij dhe një gjë duhet ta dinë edhe qytetarët dhe të gjithë të tjerët që nuk jetojnë në Kosovë për kontribuojnë çdo ditë për Kosovën. Ai nuk mund të jetë mbi shtetin e Kosovës, partia e tij nuk mund të jetë mbi shtetin e Kosovës dhe mbi kushtetutën e Kosovës. Andaj bëjmë thirrje sa më parë që të kthehen në kuvend aty ku e kemi vendin për të nisur legjislaturën e 11 dhe për t'u kthyer në rendin kushtetues dhe në normalitet në shtetin e Kosovës. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vijon të jetë kritike ndaj reagimit të lëvizjes vendosje për zgjidhjen e krizës politike në vend. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri është shprehur vendosur se pozitën e presidentit nuk do të lejojnë që ta marrë lëvizja vetvendosje. Kusht për president nuk ka, votat me votu kryeparlamentari dhe kryesia janë dhe mbi gjitha për qeverinë për shkak se i ka. Presidentin nuk do ta merr pa pas një pozicion procesual, pa marrë parasysh kush çfarë pozicioni ka për shkak se ajo është një figurë që duhet të reflektojë unitetin dhe jo partinë. Ne do të punojmë që ta penguojmë kthimin e Republikës Kosovës në parti-shtet. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Vijon zgjerimi i autostradës Tiranë-Durrës. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu ndau pamje nga punimet për zgjerimin e superstradës në një prej akseve kryesore rrugore të vendit. Sipas Koçiut, punimet për fazën e tretë të zgjerimit po vijojnë me ritme të larta me synim transformimin e një prej korridoreve më të rëndësishme të qarkullimit në një infrastrukturë moderne dhe me standarde europiane. Investimi synon përmirësimin e qarkullimit dhe rritjen e sigurisë rrugore, ndërsa pritet të ndikojë dhe në zhvillimin e zonave përgjatë aksit Tiranë-Durrës. Përfundojnë dhe punimet për montimin e trarëve metalik tek mbikalimi i ri i Kasharit. Autoriteti rrugor shqiptar njoftoi se punimet përfunduan më herët fal angazhimit me mjete dhe punëtorë të shtuar në kantier. Pas përfundimit të kësaj faze të punimeve, qarkullimi në aksin Tiranë-Durrës vijon normalisht, ndërsa puna për ndërtimin e mbikalimit të ri do të vijojë sipas planit. Ndërhyrja në Kashar synon përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe rritjen e sigurisë dhe lehtësimin e qarkullimit në një prej akseve kryesore që lidh Tiranën me Durrësin. Në fund të këtij muaji pritet të fillojë dhe ndërtimi i pjesës së dytë të autostradës Shkup-Blac. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Meskovski njoftoi se janë përmbushur kushtet që të nisin punimet në terren. Për momentin po punohet 1200 vendodhje në të gjithë Maqedoninë e Veriut, u shpreh Meskovski duke shtuar se në shtator pritet të fillojë ndërtimi i segmentit Bukojçan-Kërçov, ndërsa për autostradën Kërçov-Or paralajmëroi përshpejtim të punimeve dhe përfundimin gradual të saj. Kryeministri po ashtu theksoi se me dinamik të shtuar po vazhdojnë aktivitetet ndërtimore në 3 segmentet e korridorit të 8 dhe korridorit të 10D, Prilep Manastir, Tetov Gostivar dhe Gostivar Bukojçan. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.